Ishte Malësia Sharrit ndoshta inspirim për mbajtjen e këtyre karnevaleve të tjera, apo u pa më tashmë e udhës që të mbahet kjo traditë gjallë? Shiko, Malësia Sharrit, më thashë nga fillimi është burim i trashëgimisë kulturore, që në ruajtur falë asaj thellësie që ka qenë larg nga komuna e Tetovës, që ndikimet qofshin nga pushtusut edhe nga të tjerët, nuk e kanë luajtur atë rol që të vijë deri te ndërprerja e këtyre karnevaleve. Deri në vitin 1980, që i mbaj edhe unë vetë, me 3 mars, 2 mars faktikisht, 2 mars, 1980 unë jam martuar, me 3 mars 1980 janë mbajtur karnevalet për herë të fundit. Kurse me fillimin e demonstratave në Republikën e Kosovës, atëherë çdo gjë që ishte kulturës shqiptare, qoftë e trashëgimisë, qoftë edhe sportit e gjithçka, atëherë ata i ndaluan si irredentiste në thojza, që dëmtojnë faktikisht faktorin tjetër.